Djali ka qenë 5 vjetë, qika 3. Tona në luft, kur u konë, ku pa djali një 3 muj, fuqi veç kom lutë zotin. Kur gjithje. Mas një 3 muj dite, u takum Stankovec, edhe kjo u konë, s'podi. Me dosht ata familjarët, që dikush po thotë, jo s'po na vinë. Pa ti shko. Mirë. Më lejo t'jap një kompliment shumë gentlemane po na duket. Faleminderit shumë. A merr ku jemi ti kjo pjesë, a merr komplimente shumë. Edhe, Ka një herë. Cilat janë të komplimente më të shpeshta që i marrish? Komplimente? Po unë jom gjyshja. Jom nona, jom gruja që 50 vjetë. Kom një 8 nipa, mesa, e qashtu. Komplimente sot donë. Po për bashkëshortë, da ki marrë komplimente. Qashtu. Ashtu, a? A i këdojnë ma shumë t'i komplimente, a e këty? Dhe dikuna? Gjys. Po. Po, kështu është. E. Cila është një histori interesante një të tënde që ka ndodhur? Që ka qenë shumë interesante, që mundesh më të riku? Tona po më hip shtypja. Ka dalë, mos hip shtypjen. E cili... Na e një histori tjetër, sa që maj madhe në qyteri. Të lutem, një histori që është të rrëfyer, që është nga jeta, një copës nga jeta. Qyret edhe të njitën, buri u kom plagosën. Për pak, shkoj. Veç na foka, djali ka qenë 5 vjetë, qika 3. Tona në luft, kur u konë, ku pa djali një 3 muj, s'kom ditë, ako me orë, ako me gjetë, nusën, fejumen, po ta me veti. Shëqër, zoti më qoj, djalin ka mush shpia, e më hipën këtu krejt, veç duket njeri me vullnet me posë, kur që tjetër. E pa të kaluar një periudhë të vështirë të jetës. Vështirë, adin ama me bashkë, jo. Po këto që... Qata po, qatë kere kena dosht me ljujt, edhe njoni edhe tjetër. A do si e përballove këtë... Fuqi veç kom lutë zotin, kur që tjetër. Po me djalin, kur u takuat, mbas takuat? Mas një 3 muj dite, u takum Stankovec, edhe kjo u konë, s'podi. Rasisht. Po. 3 muaj s'kishit kontakt, asgjë me djalin? Jo, vetëm unë jom konë, qaq adin kom thirë krejt, në për Deutsche Welle, në për anena, kënena, s'kom këshyrë so pare hargjiti për telefon, e aj ka një pe shokve, se kam po në televizor, familja zëtri që jena në Tetov, mos mu mërzit, të naj, su mërzit qatë shumë, veç kur kom po djallin, Stankovec, s'kom ditë që është djalli jam. Për gjysu, po, veç na foka, zoti. Kjo është jeta. Jeta. A më dërgon, momentin emocionius kur u takuat me djalin? Kuku. Mos vetë. Pas 3 mujve, mos di shka asgjë. Mos vetë. Si ishin ato emocionet? Emocione nuk e di so gazetorion kono koloneve, ama edhe unë mazi jom rrit në Beograd. E nonem kom pos pe Bosne, e kom krysh krejt shkollën, sërbisht. E to nësë kom këqyrë atje, ajo në shqiptore, a kush është, unë e djolli jam, o si ne moj. Adin edhe ajo, u që dit, qa me bo, jeta është. Veç duket njeri me këqyrë, s'ko gjilje qëvar gjuhen këtu njerës, po folin. Krejt jena njerës. Si cili ko një roman me shkrujta, është që ashtu. Se të kështë shkojtë një roman, cile du si ishte titulli ati romanit? Kuku, S'podi. Nashta kur shkruj, to në më fund qes. Si ka qenë jeta për ty e këto vite? Cilët? Këto vite që ki luftës anena? Gjitha vite që ki kaluar, si ka qenë? Pa nuk e di, unë jom shumë optimiste, boj hajgore, adine qështu kompoz boben, qështu s'podi. A ka qenë jeta e mirë për ty? Mirë.
që këna mujtë me metë jashtë. Për mu, me m'jap krejt Gjermanisë, s'po shkoj atje. Se nuk pëlqen me jetu atje? Ja, gurbet. Këtu kom pas, u kon vjehra, gjollhala, jo nona jetime u kon për i Bosne. Boba, edhe ajo kon jetim. Që, vetëm mani, e qka mani? Edhe këtu kena mirë. Por ty nuk është paraja shumë e rëndësishme. Jo. Qashtu kom pas boben, Rahmetlin, a ju kon edhe shoku me Anton Qeten, Beograd. Mrekulli. Po, u kon për Enver Hoxhen, për Shqipni, për krejt. Qka? Jeta. Qashka pos vullnet me jetu, nëm vete një vjetë kur u dek, kom dveta, vetëm shtypje. Qashtu. Ju përshëndes. Tjetër, po të me përmbyllë bisedën Ani. me një mesazh për gjithë ato gratë që do t'ja japësh një mesazh që ndoshta do të shërbej për jetën. Çfarë do të kishte thënë një mesazh, një këshill? Pas po di ti, a peshe që tash telefona na kam prish kret jetën. Telefona që tash, muhabetin, hajgore e krejt. Që tash, shko kallo, si cili po këshyr telefon. Unë s'kam qef, as Facebook s'kam. Duhet njeri me këshyr, me dosht ata familjarët, që dikush po thotë, jo s'po na vinë. Pa ti shko. A shkë një arsye që nuk vinë? Po, pa telefona. Pa dikush për shembull, jo një pa dvogla, jo dikush smut, dikush ashtu. Si cili ko problemet e veta. A pe te na, s'është qatë shumë, qa kam pos Bosne. Edhe luftën e dytë, edhe që tash, luft e kretë. Qa kanë jetu shtezet e mija, o zot, vetëm qa me bo, jeta. E ndërume, faleminderit shumë që na ndove çopsa nga jeta, me lejo të shëndes. Nashta s'fola bash, Jo, aq taman mirë ama. Faleminderit shumë që ndove disa çopsa nga jeta, këto momente interesante. Të uroj më të mira, të uroj shëndet pikësisht. Edhe juve, e shala kini na fak, në jetë, ajo është ma vjetër, so vjeqore. 19, nipi jam 25, mashallah. Të uroj më të mira. Ej, Përshëndet, shëndet, shumë faleminderit.